Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka prezantuar projektin Porta e Alpeve për qarkun e Shkodrës. Sipas tij, projekti synon rehabilitimin e shesheve urbane, rikonstruksionin e bulevardeve dhe investime të rëndësishme infrastrukturore në zonat që lidhin Bregdetin me Alpet shqiptare. Sot në mbledhjen e qeverisë kemi miratuar një projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor për qarkun e Shkodrës, që quhet Porta e Alpeve, dhe nënkupton një marrëveshje financimi me Bankën Evropiane të Investimeve në vlerën 50 milion euro dhe 50 milion euro tjera janë angazhuar nga qeveria e Shqipërisë për të alokuar nga buxheti i shtetit. Pra kemi një vlerë 100 milion euro që shkon për atë që quhet Porta e Alpeve, qarkun e Shkodrës, në lidhje me projekte infrastrukturore të natyrave të veçanta. Çfarë konsiston? Programi dhe marrëveshja ka disa komponentë, ku komponenti i parë ka të bëjë me rehabilitimin e shesheve urbane, rikonstruksionin e bulevardeve dhe qendrave multifunksionale, duke i dhënë hapësira më të mira qytetarëve të gjithë qarkut. Ministri theksoi se komponentët e projektit përfshin edhe investime në rrjetin e kanalizimeve, ujësjellësit, transportin urban dhe menaxhimin e mbetjeve. Komponenti tjetër ka të bëjë me investime infrastrukturore në akset që lidhen Bregdetin e Velipojës, liçenin e Shkodrës, lumin e Bunës dhe pjesën e Malësisë së Madhe dhe pjesën e Alpeve. Komponenti tjetër shumë i rëndësishëm ka të bëjë me investime në rrjet kanalizimesh dhe ujësjellësi, si dhe pjesët që lidhen me transportin urban, por edhe gjitha ato elementet turistike për menaxhimin e ndotjes urbane. Dhe së fundmi, pse është shumë i rëndësishëm kjo marrëveshje, sepse me anë të kësaj marrëveshje krijojmë për herë të parë një korridor të integruar midis Alpeve dhe Bregdetit Adriatik, duke krijuar kështu në këtë mënyrë një mundësi për të patur një sezonalitet të plot turistik nga dimri në verë dhe duke i qëndruar më afër qytetarëve dhe për të përmirësuar në zhvillimin ekonomik të gjithë qarkut Shkodrës. Sipas tij, projekti Porta e Alpeve synon të nxjisë zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit në qarkun e Shkodrës.